Zoti Salier, edhe dua një koment për atë këtej Drini tani. Çfarë mendonte zoti Rugova atëherë për Berishën, por edhe kontributin që ka dhënë pjesa tjetër e shqiptarisë pra këtej Drinit për atë periudhë atje. Presidenti Rugova, them sinqerisht, me socialistat në Shqipëri nuk ka dashur të ketë asnjë lloj bashkëpunimi, madje as kontakt, sepse i konsideronte që s'ishin të mirë për Shqipërinë. Me Berishën fillimisht pati kontakte të mira, pati një bashkëpunim të mirë, por në një moment caktuar Berisha të ndërhynte në LDK dhe ta sillte në kryet LDK-s një strukturë që nuk ishte fort e LDK-s, pra strukturën e ishtë burgosurve, dhe këto marrëdhënie pastaj kanë qenë mjaft të acaruara, edhe në mes presidentit Rugova dhe Berishës. Megjithatë, presidenti Rugova nuk e ka thënë këtë asnjëherë, nuk e ka shprehur publikisht asnjëherë. Se kuptova atë pjesën që këndonte të sillte Berisha. Berisha në një kuvent të LDK-s tentoi të ndërhynte dhe të sillte në krye të LDK-s ishtë burgosur politik, pra vije në LPK-s në Kosovë. Kishte ndonjëherë që e lobonte më shumë? Kanë qenë plot, kanë qenë Hidayet Hyseni e tjerë, dhe ky tentim pra me vështirësi u pengua, sepse ishte një tentim për të arzuar Rugovën nga kryetari LDK-s dhe me vështirësi për la pasoja sepse u bën një ndarje e madhe brenda LDK-s, u acaruan raportet edhe pastaj LDK-ja nuk ishte monolite, nuk ishte homogjene, që shka qenë deri në atë periudhë. Pra, kjo mendoj që ishte arsyeja edhe pse presidenti s'e ka thënë asnjëherë këtë, por ishte arsyeja një ftofje, të themi, të raporteve të presidentit Rugova me Sali Berishën. Megjithatë, ai gjithmonë ka qenë përkras i të djathtas në Shqipëri, pra përkras i atyre traditave të fuqishme shqiptare, dhe unë e di që në Rambuje, kur ka shkuar një delegacion i Shqipërisë, i Partisë Socialiste, presidenti Rugova nuk ka pranuar të takohet me ta. Pra, ishte një qëndrim i presidenti Rugova se ata nuk po i bënin mirë Shqipërisë dhe nuk kishte marrëdhënie të mira me ta. Tek socialistët, tani se u rikthye pak ditë më parë dhe takimi i Nanos me Miloševićin Kret, por unë dua të më flisi dhe se me iku pak më lart për takimin e presidentit me Miloševićin të Rugovës, që përmendi dhe Hilli. Po, presidenti Rugova është takuar me Miloševićin, është takuar 2 herë, themi, jo vetëm 1 herë. Është takuar 1 herë ku ka qenë delegacion edhe Femi Agoni dhe tjerë. Ishte takim me insistimin kombëgulës të Amerikanëve dhe të Holbrukut. Pra, nuk ishte takim që bënte Rugova me vullnetin dhe dëshirën e tij, por që ishte një takim insistues nga Amerikanët dhe e bëri për hir të Amerikanëve. Ndonse vlerësonte që do të ishte pa efekt ose për fat keq pati efekte negative për vetë autoritetin e presidentit Rugova. Dhe takimi i dytë që ka qenë po ashtu në Beograd, kur presidenti Rugova gjatë bombardimeve të NATO-s është kidnapuar nga forcat policore serbe dhe është dërguar me dhunë në Beograd, në takim me Miloševićin, pra dhe në atë gjendje që ka qenë i kidnapuar dhe jeta e tij ka qenë shumë e rrezikuar, ai asnjëherë nuk poli keq për bombardimet e NATO-s, sepse qëllimi i Miloševićit në atë takim ishte që Rugova të fliste kundër NATO-s, të ndalte bombardimet e tjera, por Rugova me atë mjeshtrinë e tij tha që jemi që t'i zgjidhim çështjet me bisedime pa luftë. Krau i paqes. Po, ishte gjithmonë me atë qëndrim dhe nuk poli asgjë që do t'ishte e keqe për Kosovën, edhe në atë situatë që ishte. Pra, jeta e tij ka qenë shumë e rrezikuar, mezi që përmes kanaleve të ndryshme ndërkombëtare arriti që delte jashtë,
dhe të shpëtonte jeta e tij. Pra mund të thoni kush e shpëtoi atëherë te kanalet diplomatike, si u lut? Nuk e di saktësisht, por që me siguri që kanë qenë kanalet diplomatike, nuk e di saktësisht kush ka intervenuar atje, por që Miloševići e mbajti peng me polici një kohë jo të shkurtër, por mjaft të gjatë në shtëpinë e tij. Pra policia serbe kishte hyrë në shtëpinë e tij dhe bënte terror ndaj familjes presidentit Rugova, derisa e çuan edhe me dhunë në formë kidnapimi edhe në Beograd. Pra, janë këto momentet sigurisht më të vështira të jetës presidentit, por ai edhe në këtë rrethona, pra asnjëherë nuk e trajtoi çështjen e madhe të Kosovës. Edhe kjo është e fundit fare për shikimin e kufive. Ju pse mendoni, zoti Saliaj, që nuk duhet të ndodhë kjo? Dhe ndoshta a do ishte pro mendimit tuaj që të kishte një rishikim, një hartë të re në Ballkan, por në kufit administrativ të 5 vjetës që Lugina përfshihej me Kosovën. Edhe komunat Leposavići dhe pjesa tjetër lart, pa Trepçën dhe Ujmanin, i kalonin në Serbisë. Apo gabohem te kjo, sepse jam shumë i ri, ju i dini më mirë ato kufit administrativ të asaj periudhe. Shikoni, Kosova me kufit e tashëm administrative është prej vitit 1959, 60. Do thotë pjesa e Veriut, që është 3 komuna veriore që janë kryesisht serbe, janë bashkangjitur Kosovës në atë periudhë. Pra janë bashkangjitur me vendim të Serbisë, sepse atëherë Kosova nuk ishte ndonjë autonomi të caktuar që mund vetëste diçka. Dhe Serbia ja bashkangjiti ato komuna që të arriste përqindjen e serbe në Kosovë. Pra të kishte një përqindje më të madhe serbe. Që atëherë ka qenë plani. Po. Dhe ndikimi i Serbisë ishte më i madh në Kosovë, sepse qysh atëherë dije që rreth 90% e popullatës në Kosovë ishte shqiptare. Pra tentimi i Serbisë ka qenë që të arrisë përqindjen dhe ndikimin e saj në Kosovë. Natyrisht që u vendos pastaj me kushtetutën e vitit 1974, kur Kosova mori një autonomi më të gjerë, atëherë këta kufi u përcaktuan si kufi të Krajinës, atëherë të Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës. Pra këta kufi Kosova i ka prej 59-60 dhe pastaj me kushtetutën e vitit 74. Dhe do të ishte e gabueshme sot që të diskutohet për rikthimin e kësaj pjese Serbisë. Do të ishte e gabueshme sepse ne kemi shumë toka tona shqiptare që kanë mbetur atje ende nën pushtimin serb, siç janë 3 komunat Preshev, Bujanovc dhe Medveç, por që edhe pjesa dërmuese e Sandžakut, gjysma e cilit është nën Serbi dhe gjysma nën Maltëzi, janë pjesë shqiptare që sot për fat keq pjesa më e madhe janë të bosnjakizuara, pra nuk e quajnë veten shqiptar, po musliman, por gjithë ishin shqiptar, ishin të fisëve kelmend, shkrel e tjera, edhe sot i ruajnë mbi emrat shqiptar dhe pleqt që janë 70 vjeç, 80 vjeç flasin shqip. Pra, ne kemi shumë territore tona ende në Serbi, dhe nëse do të diskutojë këtë çështje, do duhet të diskutojë kur Kosova dhe Serbia e njohin njëra tjetrën si shtet, dhe si 2 shtete diskutojnë për korrigjim eventual të kufive. Pra, për ndrimin e territoreve caktuara që janë të banuara me popullat njërit ose tjetrit shtet. Pra, kjo mund të vinte në një periudhë kur janë pranuar të dyja si shtete dhe njohin njëra tjetrën dhe ka një vullnet të mirë pozitiv për të zgjidhur disa probleme. Për tash, kjo është shumë e rrezikshme sepse Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet dhe konsideron që Kosova është territori i Serbisë, është pjesë e Serbisë dhe kjo do të ishte një zgjidhje kompromisi që Kosova t'ia jap një pjesë Serbisë si zgjidhje kompromisi, përsëri ndoshta jo që ta njoh Kosovën si shtet, sepse kjo është shumë e paqartë, nuk dihet. Dhe është e gabueshme sepse lufta nuk po bëhet thjesht për territore.
Dhe Serbia ka ambicje më të mëdha se 3 komunat veriore. Ka ambicje më të mëdha që të shkojë deri në Drenicë, po deri te disa fshatra të Skenderajt. Dhe këto janë lojra që luhen në prapaskenë, janë lojra kryesisht edhe për Trepçën, e cila ka një pasuri marramendse që vlerësohet në $500 miliard, dhe lufta më shumë bëhet për Trepçën se sa për këto territore tjera. Dhe Kosova pa këto territore nuk i gjan më asnjë lloj shteti, do të ishte një krahinë e parëndësishme dhe nuk mund të ekzistonte si shtet. Këto janë lojra që bëhen në kurriz të Kosovës, për fat keq edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka qenë vazhdimisht i kyçur në këto lojra, ka punuar për interesat të ndarjes Kosovës dhe kjo ka qenë shumë e rrezikshme, por që falë thjesht arrestimit të Hashim Thaqit, unë dalë kjo lojë, unë dalë kjo proces dhe sot nuk diskutohet shumë për këtë çështje. Përndryshe, mendoj se situata më e rrezikshme ka qenë kjo për Kosovën dhe nuk ka qenë as pak në tavolinë bashkimi i të gjitha pjesëve shqiptare të Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës, por ka qenë një lojë që ndoshta Medvegja me disa fshatra pak t'i bashkoi Kosovës, pra një pjesë shumë e vogël, kurse Serbisë t'i jepi një pjesë shumë e madhe bashkë me Trepçën. Zoti Saliej, unë të falenderoj shumë që ju më dhatë mundësinë që unë të bisedoja me ju për këtë çështje kaq shumë të rëndësishme që ka shënuar në rrugtimin e Kosovës, por edhe gjithë shqiptarëve. Jam i njohur shumë për kohën, për mendimet dhe për gjithçka që ndahet me publikun tonë. Faleminderit shumë, unë ju dëshiroj sukses dhe shëndet, shihemi edhe hera tjera, patjetër. Faleminderit shumë.